Përshëndetje, sfida mbaroi. Faleminderit që ishe pjesë e saj. Shpresoj të kesh ndjekur pjesën më të madhe të saj dhe të ketë sjellë një farë vlere në ty. Dje qëllova që takova një grup njerëzish të cilët e kishin ndjekur sfidën dhe pash se me atë 10 minutën që ne bëm aty, një 10-15 minutë, ata pash që u sqaruan shumë gjëra dhe pash që jam e bindur që do vazhdoni dhe do t'i zgjidhni gjërat që kishin vendosur për të bërë deri në datën 1 shtator. Një mënyrë për t'ju falenderuar është që të të përzihet disa audio dhe video calls individuale nga 15 minuta secili, si kafe me Eliden, në të cilën unë do doja t'i drejtohesha një pyetje konkrete që ka secili prej jush për synimin. Dhe do doja për t'i ndihmuar për të gjetur hapin më të mirë që ta çoj drejt realizimit të saj. Për mua është shumë e rëndësishme kjo, sepse kuptoj që njerëzit do të kenë mundësi që këtë gjë të kenë mundësinë ta bëjnë në mënyrë të vazhdueshme, përcaktojnë synime, t'i vënë në zbatim, të mësojnë gjatë rrugës, të rrëzohen, të çohen, ta lënë në gjys, ta fillojnë prapë. Është pjesë e jetës. Dhe ndaj do doja që do t'jap këto kafe me Eliden që janë 15 minutëshe, do duhet ta rezervoni dhe ata që do të shkruajnë po, janë ata të cilët do të kalojnë në listën tonë përzgjedhëse, okay? Mezi pres të ndihmoj disa prej jush dhe të ndajmë rezultatin tuaj për ata që do duan. Sukses!